Bismillahirrahmanirrahim. Nderuar vëllezër dhe motra, shpesh herë njeriu thot askush nuk po më sheh. Mirë po, kjo është vetëm një iluzion i cili nuk kalon përse pa u vritur nga dikush. Dhe natyrisht, kur njeriu e kupton dhe mbush zemrën e tij me atë që është dikush që e sheh gjithmonë, ai ndryshon rëndësisht. Allahu i Madhreshëm e ka emërtuar veten me 99 emra. 2 prej tyre janë shumë madhështor. I pari është El Basir, ai që sheh gjithçka, dhe i dyti El Alim, ai që di çdo gjë. Andaj nderuar vëllezër dhe motra, kur ndjenja e jon mbushet, zemra jon mbushet me atë që Zoti na sheh dhe jeta jon ndryshon. Zoti i Madhreshëm në Koran Fisnik në surën El Alaq në ajetin 14 thot: a nuk e di ai njeriu që Allahu e sheh? Dhe pastaj në ajetin tjetër të surës El Hadid, Zoti i Madhreshëm po thot: Allahu di çdo gjë që ju veproni dhe sheh çdo gjë që ju bëni. Ndaj dashur vëllezër dhe motra, Allahu i Madhreshëm e sheh edhe lotin i cili rrjedh nga syri yt edhe tjerët kur nuk e shohin. Allahu i sheh dhe ndjenjen e zemrës tënde atëherë kur askush nuk e vlerëson atë. Dhe Zoti i Madhreshëm vlerëson çdo përpjekje dhe mund tëndin, edhe ndoshta pse njerëzit nuk mund ta shohin atë. Mirë po, shtrohet pyetja, pse na duan këto? Pse kemi nevojë që neve të jemi në vazhdimsi me këtë që po e themi tani? Kur Zoti i Madhreshëm na sheh, dashur vëllezër dhe motra, ne kemi kujdes në 3 gjëra esenciale. E para, nga mëkatet atëherë kur jemi në vetmi. E dyta, nga hipokrizia apo syfaqësia. Dhe e treta, nga frika për njerëzve. Domethënë kur njeriu është mbi kthyrjen e Allahut, zemra e tij është e qetë, stabil mbi atë cilën është duke vepruar. Një shembull praktik: nëse një fëmijë i cili është duke vepruar diçka e din që janë prindërit e tij duke po, ai e ndryshon mënyrën e sjelljes. Edhe besimtari, kur e din që është në shikimin dhe në dirigjimin e plot Zotit Madhneshëm, ai ndryshon sjelljet dhe karakterin e tij. Dhe kjo jo nga frika, mirë po nga dashuria dhe respekti që ka për krijuesin e tij. Mirë po, cilat janë mekanizmat që na ndihmojnë në forcimin e kësaj ndjenjes shikosshmërisë Zotit tash neve, do t'i përmendim 3 prej tyre inshallah. Për hapat e rëndësishëm që neve na ndihmojnë në atë që ne kemi vedije që Zoti na sheh kudo që jemi. E para është të përmendim Zotin e Madhreshëm shpesh. Zemra, mendja dhe gjuha e besimtarit asnjëherë nuk duhet të jetë larg përmendjes Zotit. Ajo duhet të jetë vazhdimsi me Allahun e Madhreshëm. Ky është hapi më i rëndësishëm i cili na përkujton Zotin vazhdimsi. Hapi i dytë, të bëjmë veprat në fshehtësi, punë të mira, gjëra të cilat kanë vlerë, të bëjmë fshehtësi që mos na sheh kërkush tjetër përveç krijuesit tonë. Dhe kjo e ruan atë originalitetin e veprës duke hjekë syfaqësinë prej saj. E treta, që është shumë e rëndësishme se këto dy, është që çdo herë të jemi me ndjenjen Allahu tani është duke më pa. Dhe në terminologjinë islame, ky ka një emër që quhet ihsan. E çfarë është ihsan? Këtë na dëshmon më së miri ngjarja e pejgamberit alayhis salam me Xhibrilin alayhis salam. Kur Xhibrili erdhi në xhaminë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe e pyeti atë çfarë është ihsani, pejgamberi alayhis salatu wassalam ju përgjigj atij: ihsan është të adhurosh Allahun sikur e sheh me sytë e tu. Edhe nëse ti nuk e sheh atë, ai gjithsesi të sheh ty. Dhe ky është kulminacioni i imanit. Ky është atëherë kur besimi në Zotin hyn zemër dhe ai reflekton në veprat dhe në gjymtyrët tona. Është ajo pjesa më e lartë cilën njeriu e din që asnjë lëvizje e tij më e vogël nuk bëhet përveç se ndijen e të madhit Allah xhaleshanuhu. Dhe Zoti i Madhreshëm në Koranin Fisnik na thot kështu: ai e di çfarë përshpërit shpirti juaj dhe ai është më afër jush se vetë damari i qafës tuaj. Andaj dashur vëllezër, kur kjo ndjen hyn zemrën e besimtarit, atëherë kjo jep kuptim jetës. Atëherë ky është imani më i lartë. Zoti i Madhreshëm na bëj të tillë që vërtet neve të jemi prej atyre që mbi kthyrjen e Zotit e kena në zemrën dhe në vedijen tonë çdo herë. Zoti ju shpërblet gjithëve.